në pyetje. E këtu e kemi tash mësafirin tonë, që me cilën do të flasim, Nureddin Ahmetin, është doktor, shef i degës së historisë, do të flasim për javën e albanologjisë, edicionin e 16. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se na vini në studio. Mirë se u gjem. Një sqarim edhe për shikuesën dhe më thonë më herët, Instituti Albanologjik është themeluar në vitin 1953 dhe me vendim të organeve të atëhershme shtetërore të Kosovës dhe është mbyll në vitin 1955. Mandej është rihapur në vitin 1967 dhe ka vazhduar edhe vazhdon ende dhe më thonë punën deri në ditët e sotme. Pas ka pas një fazë të mbylljes. Po pra. Ajo ka qenë ajo koha Rankovicit, a kur ka qenë? Ka qenë po, pikërisht koha Rankovicit në vitin 1955, ajo koha e shprenguljeve dhe të shqiptarve për Turqi, dhe mbyllët edhe Instituti Albanologjik, fatkeqësisht punojësit e Institutit Albanologjik, atërë si Zekria Regja dhe Selman Riza depërtohen në Shqipëri, punojësit tjetër Ali Regja kalon dhe thot me një ndërmarrje publike në Prishtinë, dhe kështu shpërndahet stafi. Rithemelohet në vitin 1967, me shumë sfida e vazhdon punën, dhe edhe sot e kësaj dite, me batica dhe zbatica gjatë gjithë kësaj periude, instituti vazhdon punën e vetë. Një pyetje, sa i përket se Instituti Albanologjik të më thonë merret me gjuhën Shqipe. Gjuha Shqipe nuk është, të më thonë nuk flitet veç në Kosovë, është të më thonë ma e qerë, ka në të më thonë teritore të ndryshme ku flitet. A ka, të më thonë, a ka pas aktivitet të ngjajshëm, besoj edhe në Shqipëri dhe themelu dhe ma herët në institutit tillë, apo edhe bashkëpunimi si ka qenë mes këtyre dy instituteve, se atër ka qenë Shqipëria e mbyllur deri në vitin 89. Në qofë se marrim si Institut Albanologjik, me këtë term dhe më thënë, është Instituti Albanologjik në Prishtinë, është instituti i parë shkencor në hapësirën shqiptare pas luftës së dytë botërore. Mandej, sepse ka pas, do të thotë, ka qenë disa, si me thonë, katedra për shkenca sociale në Shqipëri, dhe më vonë dikur, do me thonë, themelohen institutet. Kështu që tani me këto institute që janë themeluar më vonë, si në Tiranë, po edhe para disa dekadave dhe të në Shkup, është Instituti Trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve në Shkup, që ne qumë unë të rasë si Instituti Albanologjik i Shkupit, kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe vazhdojmë, kemi dëshirë dhe më thonë që gjithmonë këtë bashkëpunim të thellojmë. Kemi nënshkruar edhe marrëveshje me këto institucione dhe sigurisht se po i shqyrtojmë edhe ato projektet e përbashkëta çfarë mund të bëjmë dhe më thonë më të mirën rreth albanologjisë, kuptohet. Tashmë jemi në javën e albanologjisë, nga data 26 deri me datën 30. Po, ky është edicioni 16 që organizohet dhe se cila dek e cakton temën boshte, përkatëse, mbas një diskutimit që bëhet dhe më thonë brenda dekve, përkatëse caktohet një temë dhe sigurisht se edhe për këtë edicion do të janë caktuar temat përkatëse dhe neve kemi filluar me datën 26. Sesioni i parë që është zhvilluar dhe më thonë është sesioni i historisë, dje dhe të ka zhvilluar punimet sesioni i folklorit, sot i zhvillon punimet sesioni i letërsisë, nesër sesioni i etnologjisë dhe pas nesër dhe më thonë përfundon me sesionin e gjuhësisë. Janë paraqitur gjithsej 107 kumtues nga gjitha hapësirat shqiptare, me ato kontributet e veta, mbi bazën e hulumtimeve që kanë bërë dhe të në për arkivat e rajonet dhe në për terenet e ndryshme, sidomos fusha e folklorit dhe etnologjisë, ata kanë prezentuar punimet e tyre në formën më të mirë të mundshme. Unë po flas me që jem në fahun e historisë dhe po flas për sesionin tonë. Konkretisht, ne kemi trajtuar ndërthurjen e identitetit fetar të shqiptarët, nga besimet pagane deri te pluralizmi bashkëkohor, janë trajtuar do të mjaft tema interesante, duke filluar do të nga ato rritet e para kristiane,
do të thotë që ne i quajmë si paganizëm, dhe më vonë me krishterimin, krishterimin e Dardani, të Ilirët, me temen edhe për ortodoksët shqiptarë, një temë pak e trajtuar dhe më për ortodoksët shqiptarë në Kosovë, me islamin, dhe kuptohet një pjesë që tuash ose një pjesë e trajtimit është ndarë edhe për ata që ne krenohemi faktikisht e që quhet mirëkuptimi ndërfetar të shqiptarët. Po, tash kemi edhe shembullin e Bektashive, do më thonë që Shqipëria dëshiron me kriju një mini shtet si Vatikanin Bektashive, do më thonë kjo shkon edhe më tej, do më thonë. Edhe Ka pasur edhe dy temat e tilla që janë trajtuar. Besoj se me rastin e botimit, sepse Instituti Albanologjik ka krijuar një traditë në këtë aspekt. Neve e konsiderojmë të mbyllur, të përfunduar, suksesshëm edicionin kur këto akte të trajtuara në këto sesione i botojmë. Dhe jemi, domethënë, tash mbas në 15 edicionat e kaluara vetëm janë botuar, tash me njëherë mbas përfundimit e javës së albanologjisë të bëhen këto akte dhe merret dhe thot me trajtim botimi i tyre, dhe sigurisht se kur të vehen në dispozicion të gjerë të lexuesve, atëherë ata do të kenë mundësi të shohin më gjerësisht trajtimet e pse jo edhe këto aspekte domethënë që ju i potencuat. A ka interesim sepse tha që edhe 15 edicionet e kaluara ka qenë e njëjta traditë e botimit të këtyre materialeve që kanë qenë gjatë javës së albanologjisë. Ka interesim për këto libra, për këto botime? Sigurisht, në qoftë se neve kemi dëshirë ta shohim një botim të vitit 68, të vitit 70. E me pas, sigurisht se neve nuk duhet të mendojmë vetëm për sot. Duhet mendojmë çfarë duhet t'ju lëmë gjeneratave të ardhshme. Dhe në këtë drejtim, besoj se botimi i këtyre akteve do t'i kontribuon mjaft edhe të gjithë atyve të interesuarave, studentëve, profesorëve, studiuesve të ndryshëm, të cilët edhe sot e kësaj dite e frekuentojnë bibliotekën tonë, e cila është një bibliotekë mjaft e pasur, qoftë me literaturë, qoftë me materiale të ndryshme, etnografike dhe folkloristike, ata e frekuentojnë. Edhe unë besoj se edhe në të ardhmen do të ketë studiues, do të ketë të interesuar të tjerë që kanë dëshirë të shohin materialet dhe të shohin punën që neve e kemi bërë. Sa i përket leksikut, na e përmendim në emision miremi shumë me çështjet e fjalëve, me çështjet e fjalëve të huaja, purizmit, do të thonë nga njerë jemi edhe kundër purizmit se gjuhët gjithmonë shkëmbejmë fjalë njëra me tjetrën e tjerë. Kjo çështje do të preket, do të thonë në ditën e fundit, apo në ditën e gjustësisë. Tema boshtë e sesionit të gjustësisë është për një leksikografi bashkëkohore. Po. Tani, trajtimet janë dhe studiuesit kanë ardhur do të thotë mira edhe e këtij sesioni ose edhe këtij edicioni në përgjithësi, është se janë ftuar studiues që janë domethënë me një përvojë tash të mirë, por gjithashtu janë ftuar edhe studiues të rinj, të cilët do të shkëmbejnë nga ato njohuritë e tyre. Dhe ju siç jeni ndjeni, por edhe për teleshikuesit po e potencojmë, Instituti Albanologjik dhe konkretisht Dega e Gjusisë e Institutit Albanologjik tashmë janë në bashkëhartues të fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Po. Dhe besoj që me finalizimin e këtij projekti kombëtar, i cili ka qenë dy vëllimshëm, e dini, dhe tash do të jetë domethënë shumë më vëllimor, atje do të shihet puna edhe besoj e pjesës dërmuese të gjuhëtarëve tanë, por dhe institucioneve shkencore mbar hapësirës shqiptare. Veç të sqarojmë edhe publikut, kur flasim për leksikun ose leksikografin, flasim për fjalorët, do më thëmë për tërsinë e fjalëve që ndodhen në fjalor edhe për mbajtjet, shpjegimet, për kufizimet e tyre. Fjalorët e kalumi kanë pas 41.000 që ashtu diçka fjalë, edhe
e kemi përmend shumë shpesh edhe në emisionin tonë që një fjalor si Oxfordi çdo vit pasurohet me 10.000 fjalë, do të thonë se kanë një proces të caktuar ku çdo vit futën fjalë të reja, derisa te na nuk kemi pas një azhurnim, tash e përdorim edhe një fjalë që përdoret, ndoshta duhet futet në fjalor, masi që përdoret, po tash të më thonë që në ka duke punu se lexova dhe diçka që është botu një fjalor i madh, të më thonë më i madh se ky që e kemi dy vëllimshi, para disa viteve, edhe tash po punohet enda, apo jo? Është fjalori disa vëllimësh, Po. në përgatitje e sipër, sipas informacioneve që kam, Po. do të thotë në fund të këtij viti do të plasohet në rrjetet sociale. Okej. Do të thotë që njerëzit kanë mundësi qasje, Po. të kenë mundësi, domethënë ekspertët e fushave ndryshme të interesuarit tjerë të japin vërejtjet e tyre, sugjerimet e tyre, Po. dhe besoj që mbas atyre informacioneve që kam unë, vitin që të vjen, domethënë në 2026, Po. do të finalizohet si projekt. Okej. Ka pasur disa takime, zakonisht në ata takimet në Kosovë i mbajnë në Institut Albano-Logjik, janë të përfshirë dhe të pjesa dërmuese e degës e gjusisë të Institutit Albano-Logjik, dhe unë jam i bindur se me këtë potencial që ka dega e gjusisë të neve, Po. edhe me këtë potencial që kanë edhe degët tjera të gjusisë, qoftë në Shkup dhe në Tiranë, do t'ja ndalin ta finalizojnë një projekt shumë të mirë. Mirë shumë, që kjo ka një prej lajmeve më të mira që kemi ndëgjuar në emision që një kohë të gjatë, do të thonë se na ka munguar një fjalor, cili i referohemi me fjalë të reja, me fjalë që i përdorim çdo ditë, po ndihemi keq pse i përdorim edhe pse s'janë në fjalor. E presim, ta shohim, domethënë punën e tyre, po unë jam shumë optimist në këtë drejtim. Edhe pse nuk jemi fushës së gjusisë. Ha? Edhe pse nuk jam i fushës së gjusisë, por jam shumë optimist duke pas parasysh informacionet që kam domethënë për punën që po bëhet. Sot është dita e tretë, sesioni i tretë për letërsinë, apo jo? Sesioni i tretë për letërsinë, ku do të trajtohet kritika letrare shqipe nga viti 1945 deri në vitin 1990. Ndoshta është mirë ta potencojmë për shikuesit se sesionet janë të hapura, të gjitha ata që janë të interesuar për të dëgjuar, për të diskutuar, mund të vinë. Sesionet, domethënë, mbahen në katin e dytë të Institutit Albano-Logjik. Në? Katin e dytë. Po, të Institutit Albano-Logjik. Po. Dhe janë ftuar prej gjitha hapësirave shqiptare studius, edhe në këtë sesion, e besoj se edhe ata që dëshirojnë, edhe ata student, që kanë interesim në këtë drejtim, dëshirojnë të vënë kontakt me ndonjë nga profesorët, apo të kërkojnë ndonjë sugjerim për një temë caktuar, e tjera, e kanë këtë mundësi. A ka pjesëmarrje të kënaqshme deri tash? Ne jemi të kënaqur jashtëzakonisht shumë. Edhe në aspektin organizativ, edhe në aspektin e pjesëmarrjes. Do të thotë për çdo vit kemi prurje të reja, për çdo vit kemi interesime shumë më shumë, dhe e mira është se neve mbas çdo sesioni që mbahet, shefat e degeve tubohen, e diskutojnë si kanë shkuar punët, dhe në qoftë se ka pasur ndonjë ngjecje diku, si mund ta rregullojmë vitin e ardhshëm. Dhe kjo është një punë sistematike, sepse dikush mendon se po kemi këtë javë dhe këtu mbaron. Jo. Kjo punë kërkon domethënë mund të vazhdueshëm, sepse neve e përfundojmë këtë sesion, mbrapa mbas përfundimit ulmi, diskutojmë rreth këtij sesioni, dhe në fund të vitit neve nga diskutimet që kemi secila dek i dorëzojmë planet tona, temat e caktuara për vitin e ardhshëm. Kështu do të është vepruar që 16 vite, dhe besoj se do të vazhdojmë me këtë traditë të mirë, por e shohim çfarë mund të marrim edhe të mirat e tjera për ta pasuruar sa më mirë mbarvajtjen e këtij edicioni. Në farë mënyrë këto konferencat, javët e tilla janë si lloj kurorëzimi i një pune që nuk ndalet kurrë,
edhe janë si maje e icebergut që thuhet, do më thonë këtë puna që bëhet gjatë tër vitit, kur orëzohet edhe ndahet edhe shkëmbehet në këto lloj ngjarjesh. Sigurisht, sepse le të themi fusha historisë. Ata janë për çdo vit në hulumtime, në arkivat e ndryshme. Duke filluar do të thotë nga arkivat rajonal që i kemi, në arkivat e Vatikanit, në arkivat e Stambollit, në arkivat e Austrisë. Dhe tani ata për çdo vit marrin materiale. Kanë çfarë thonë. Arkivat nuk harxhojnë asnjëherë. Do të thotë gjithmonë sa herë që hulumton gjen diçka që ti mund ta trajtosh. Aspektet tjera do të thotë fushat tjera të folklorit apo etnologjisë. Ata janë vazhdimisht në teren. Kontaktojnë njerëz, marrin informata do të thotë nga njerëzit, në kuptimin e fushës së etnologjisë, në fushës së folklorit, do të fushave të interesimit të tyre, apo edhe dega e gjuhësisë, ku ata do të thotë janë në teren të vazhdueshëm për mbledhjen e leksikut. I shfrytëzojnë edhe ato të arritura, edhe ato fjalë do të thotë që i kanë mbledhur gjeneratat e mëhershme, por natyrisht edhe çfarë mund gjendet tash, sepse edhe pse jemi tash në këto kohët moderne, unë mendoj se ende ka ndonjë fjalë që neve mund domethënë ta mbledhim dhe ta sistemojmë. Sa i përket pjesës e historisë, kemi mendu që me historia varet shumë për informacionit, për arkiveve, për arkivimit, të më thonë, prej këtë çka është dokumentu, po tash, të më thonë, e kemi një kohë ku, të jeshtë avesh një këndvështrim t'jujnë për këtë çështje, kemi një kohë ku jemi të bombardum për informacioneve në tëna antë, kemi media, kamera në tëna antë, edhe historia që shkruhet tër kohën, po prapë se prapë, ka dyshime, ka debate, ka, si me thonë, ka konfrontimet të mëdha edhe mos pajtimet të mëdha rreth historisë së tashme, edhe si s'pëdia s'qysh me vendos pyetjen, po them çfarë punë e vështirë, tash po e shohim çfarë punë e vështirë është me qenë historian me arkiva të kufizume, do të thonë që kanë qenë veç prej disa këndvështrimeve të një princi ose një udhëtari austriak ose një personi, do të thonë që veç e ka vizitu këtë vend edhe ka marrë shënime, edhe ku me ditë çush i ka marrë dhe çfarë këndvështrimi i ka pa, kur tash e shohim se dikush në rrjetet sociale e viziton një vend edhe i tregon të përshtypje krejt negative, e dikush tjetër e viziton njëjtin vend dhe tregon përshtypje krejt pozitive, edhe nuk pajtohemi as për sendet që i kemi në qytetin tonë, e sa e vështirë është puna dhe sa e vështirë me pas një histori tamam të qëndrueshme dhe të besueshme, sidomos për kohëra të shkura, kur s'po mundemi as për tash mu pajtu për historinë edhe të viteve të 90-ta, edhe 2000-ta, Sigurisht se çdo fush albanologjike, po edhe fushat e tjera i kanë sfidat e veta, por edhe fusha historisë e ka këtë sfidë. Mirë po, në këtë vështrimin tim, ajo çfarë duhet bëjmë sot neve, me luftën e fundit, është se neve duhet sa më parë ta mbledhim kujtesën. Njerëzit cilët kanë jetuar ato ngjarje, njerëzit që kanë qenë pjesëmarrës në ato ngjarje, njerëzit që i kanë mbijetuar një masakre, ato materialet duhet të bëhen. Edhe në qoftë se neve nuk kemi mundësi që ato t'i botojmë tani, le të themi hipotetikisht nuk kemi mundësi, atëherë çfarë duhet bëjmë? T'i arkivojmë. Duhet do të thotë njerëzit që kanë qenë në një ngjarje të caktuar, të intervistohen dhe të ruhen. Dhe ndoshta më vonë, kur do të hapen arkivat për këto aspekte, sepse sigurisht secili vend i caktuar ka dërguar dhe relacionat e veta në qendrat e tyre respektive, le të themi një zyre që ka qenë vendosur aso kohë në Prishtinë, po flasim për luftën e fundit, sigurisht se ka dërguar në baza ditore ose në baza javore, si ata e kanë pasur do të tradit, në qendrat e tyre respektive. Kanë dërguar relacione për gjendjen në Kosovë.
Në momentin që hapen këto arkiva, Po. atër ne marrim dhe i ballafaqojmë dokumentacion arkivor, kujtesa që është Po. mbledhur, shtypi çfarë ka shkruar, Po. dhe bim një konkluzion për ta shkruar, domethënë, dhe për ta vënë në dispozicion një narracion sa më të besueshëm në këtë drejtim. Mirë shumë, sot jemi në kohë të super arkivimit, do më thonë që gjithë shka që ka ndodhë, e kemi prej 50.000 kënd vështrimeve, edhe e kemi, do më thonë, me një telefon mundëm i mjë qasë, kështu që besoj që tash e kemi shumë atletë, se nuk është që kemi qenë shumë popull që kemi pas dëshirë me arkivu sene, do më thonë, deri vonë, as nuk kemi pas librat shkruam qatë shumë, as nuk arkivojmë përgjithësi si popull. Unë kam bindjen se rrjetet sociale nuk jemi duke i shfrytzuar shumë Po. në këtë drejtim. Sepse gjeneratat po na ikin dhe kjo do të thotë nuk është mirë të na ndodh. Tani nuk na falet më. Në qoftë se dikur jemi arsyetuar për shkak të gjendjeve politike të ndryshme me të cilat ka kaluar vendi, në qoftë se jemi arsyetuar se neve nuk kemi pasur mundësi dhe s'kemi pasur teknologjie, nuk kemi pasur shtetë tonin që na përkrahen e ku ta di unë. Megjithatë tash jemi në rrethana të reja. Tash neve askënd nuk mund ta fajsojmë. Në qoftë se për shembull për ta intervistuar një person ose për ta marrë do të thotë një mendim të një personit, nuk na ndal askush për arsye se secili kemi një telefon të mençur me vete. Po. Dhe këtë mund ta bëjmë. Pa na nxjerr pengesa askush. Dhe unë them se teknologjinë nuk jem, domethënë, unë nuk bëj pjesë nga ata që e shajnë teknologjinë, domethënë folin fjalë ndoshta negative, nuk kanë percepcion të mirë për teknologjinë, unë bëj pjesë në ata që teknologjinë vazhdoj domethënë ta admiroj dhe inkurajoj që këto arritje t'i shfrytëzojmë për të mirën tonë. Mirë, po Edhe të arkivimin përgjithshme, kuptohet. në këtë aspekt duhet i takoj institucioneve, apo jo, sepse histori tilla edhe fakte të gjalla, të tilla po besoj që duhet të ruhen në arkivat shtetërore. Apo e konsideroni të rëndësishme vetëm me urujt dikum para se ato jetë me ushu? Sigurisht se institucionet duhet jenë prijetare të këtyre projekteve, mirë po neve në qoftë se e shohim në gjendjen në të cilat po veprojmë sot institucionet, atër pse jo edhe në mënyrë individuale, po edhe në mënyrë grupore, do të thotë ndonjë shoqëri civile kur e merr një iniciativë të tillë, është e mirë. Pra, të gjithë të kontribojmë për një të mirë të përbashkët. Qoftë në aspektin institucional, qoftë si OJQ, qoftë si individ, dhe veprojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë shumë, atëherë edhe njëherë, java ka filluar në 26, përfundon me 30, apo? Po. Java e albanologjisë, kanë mbet edhe disa, do më thonë, sot nesër, pas nesër edhe 30 të punimeve, sot ishte kritika letrare, nesër, është etnologjia. Etnologjia dhe pas nesër gjusia. Gjusia. Mundeni me marrë pjesë, do më thonë është në ndërtesën e Institutit Albanologjik, ato kur futën ju të regojnë tamam në cilin katë është ku është, në katën e dytë ishte, është në Prishtinë, është shumë afër të kompleksi, afër bibliotekës kombëtare, edhe mbrapa, ose mbrapa fakultetit filologjik me fjalë të tjera. Faleminderit edhe njerë, e kalofshi shumë mirë. Edhe faleminderit për gjitha këto informata, edhe për historinë, po edhe për gjuhësinë, edhe për materiat, sa i përket leksikut dhe fjalorit të madh shqip.